Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi aktualitetin në vend, nisur edhe nga video e fundit e kryeministrit Edi Rama, e cila u bë virale duke tallur dhe vënë në lojë presidentin amerikan Donald Trump si pasojë e një lapsusi të këtij fundit se kishte vendosur paqen mes Shqipërisë dhe Azerbajxhanit, ndërkohë që bëhej fjalë për Armeninë dhe Azerbajxhanin. Por çfarë pritet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundrejt kësaj qasje të kryeministrit Edi Rama ndaj administratës së Donald Trump, apo vetë Trumpi do ta kalojë në heshtje një gjë të tillë? Për të folur për këtë çështje, por edhe ngjarje të tjera të aktualitetit në vend, kryesisht të politikës, ne kemi të ftuar një nga zërat më të spikatur të opozitarizmit në vend, siç është zoti Fatmir Merkoçi. Zoti Merkoçi, përshëndetje. Përshëndetje dhe juve. Zoti Merkoçi, si shikoni lëvizjet politike të kryeministrit Edi Rama në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, teksa duket se këto marrëdhënie mes tij dhe SBA-s janë të ngrira, por ai nuk heziton të vendosë në lojë apo edhe të tallet me presidentin amerikan Donald Trump? Ishte një skenar i parë përgatitur ashtu siç e kam deklaruar dhe shkruar që në momentet e para kur u bë virale kjo lloj qasje e kryeministit shqiptar. Mos harrojmë se këtu nuk flitet për Edi Ramën si person, por flitet për kryeministin e Shqipërisë. Unë nuk kam thënë që Rama është caktuar nga Gabala dhe nga Sorosi si përfaqësuesit i tyre në Ballkan dhe në Europë tashmë, për të bërë të gjithë kundërshtit apo lëvizjet që kërkon, deklaratat që kërkon Sorosi për t'i bërë Trump, pasi dihet që Trump e ka shpallur Sorosin në organizat terroriste tashmë. Nuk ishte një gjë e rastësishme, për vetë faktin sepse aty ishin kamerat e instaluar pikërisht duke pritur dhe Ramën dhe Macron për të bërë atë lloj deklarate, që ishte një deklaratë tallëse, e cila çuditërisht në momentin e parë që doli dhe u dha nga CNN dhe më pas pastaj e morën gjithë mediat e botës, duke e cilësuar të gjithë që tallja e kryeministit të Shqipërisë me presidentin Trump. Pra, kjo nuk ishte një gjë rastësore, nuk ishte ashtu siç u qyravit Rama për ta justifikuar më pas, masi pa që skandali mori për masa botërore, dhe nuk ishte një skandal i drejt për drejt vetëm me Trumpin, por ishte ashtu siç mediat e majta kryesisht, apo Partia Demokratike, apo vetë kandidati për president i Partisë Demokratike në Amerikë, cili e mori dhe e bëri virale, e bëri dhe video, duke deklaruar që si tallet një kryeministër me Amerikën në momentin që Trumpi është president. Pra nuk ishte gjë e thënë në mënyrë shakaje, ashtu siç munduan ta bëj, po ishte një skandal diplomatik dhe politik i kryeministit shqiptar. Ajo që bie në sy tashmë përgjigja e zotit Trump, Amerika dhe vetë Trump nuk u përgjigjen në mënyrë interviste për dhënë një intervista për bërë një deklaratë apo diçka të tillë, por u përgjigjen me një foto të kryeministrit shqiptar me Mehmet Gonigali në zyrën e tij. Ajo foto flet shumë nga pikpamja diplomatike, sepse me Gonigali tashmë ka një dosje të hapur në Amerikë për çështjen e sigurisë kombëtare të Amerikës. Kështu që ajo ishte përgjigja më e mirë që Trumpi apo stafi i tij i dha në Ramës, sinjali më i fortë që i kanë dhënë Ramës. Pra, për t'i treguar që kjo dosje është e hapur dhe do përgjigjesh para kësaj dosje. Tashmë do përgjigjet ajo që unë ja u kam thënë që Rama duhet zgjedhë, do ta bëj burgun në Shqipëri apo në Amerikë. Njerëzve ju ka duk pak e çuditshme kjo lloj deklarate, apo kur kam thënë që deri në shtator Rama nuk është më kryeministri i Shqipërisë, dhe realisht e vërtetoi që nuk është më kryeministri i Shqipërisë. Ai qëndron në atë zyrë, por në marrëdhëniet
ndërkombëtare tashmë dhe me Amerikën sidomos i ka të prera, sepse unë i qëndroj gjithmonë asaj deklaratës që kam bërë vite më parë, që janë 243 emra që janë non grata në Shqipëri. Pavarësisht se Amerika nuk i ka shpallur, nuk i ka bërë, por që janë që nuk ecin dot në Amerikë, nuk e kalojnë dot oqeanin. Një ndër to është edhe Rama, apo zëvendësi i tij, apo shumë nga kabineti i tij, gjyqtare, prokuror, oligark partishi, këta janë oligark partishi, nuk janë oligark të bërë me mundem tjersën e tyre, që nuk e kalojnë oqeanin. Por ajo që bie tash në sy, bie ajo, a do pranoj Trumpi që këtë lloj injorimi që kërkon t'i bëj Sorosi nëpërmjet gojës së Edi Ramës, a do ta pranoj atë dështimin Kashi Soros? Unë them se jo, sepse ai ka bërë deklarata shumë të forta dhe tashmë Sorosin ai e ka në mbikëqyrje për ta nxjerrë para drejtësisë për gjithë financimet që Sorosi po bën, ka bërë dhe po bën edhe në këto momente, po bën disa financime të shoqatave, ka filluar ti ringrej shoqatat, pra nëse deri dje i merrte nëpërmjet USAID-it, tashmë nuk di në çfarë rrugë marrin, por kanë filluar riorganizimin e shoqatave për të krijuar protesta, demonstrata, domethënë për të krijuar një gjendje të keqe në mbar botën, dhe pikërisht kjo është ajo lufta që bëhet ndërmjet të djathtës konservatore dhe të majtës, qoftë edhe asaj të majtë ekstreme. Do të shohim realisht, do shohim ditë, se kjo nuk shkon me muaj e me vite, po kjo shkon punë ditësh do jetë, punë kohe, punë jave, domethënë, nuk besoj se nuk do ketë reagim. Një nga gjërat që të bie në sy për shembull është që hera parë që një kryeminist në Shqipëri i hapet një proces penal. Gjykata e krimit organizuar ka hap proces penal Kashi Ramës me urdhë gjykate, pra Spaku ka hap proces penal për të hetuar mbi vjedhjen apo tjetërsimin e pronës që ka bërë te 5 maj. Me ky është një treguese, është hera parë. Mund ndodhi edhe hera parë që ajo që kam thënë që Rama mund merret edhe pagu postale për dozin me gonigal që është në Amerikë. Asgjë tashmë nuk është e pabëshme apo e paprekshme. Nuk ka gjë të paprekshme. Dhe gjitha lëvizjet që janë bërë, po të shohësh edhe lëvizjet që bën ambasada amerikane, takohet zëvendës ministri, takohet në mënyrë urgjente një president, megjithëse ai është president kukull, nuk është një figurë shumë e madhe, por pozicionin që ka, domethënë. Dhe kur vjen puna, nuk takohet kryeministri i vendit, i cili ka gjithë atributet dhe gjithë veprimet që bëhen në Shqipëri, bëhen vetëm nëpërmjet firmës tij apo kërkesave që ai u bën ministrave apo çdo lloj dikasteri, qoftë edhe në drejtësi, kudo. Do të shohim si do ecë situata, po them se do ketë një reagim, domethënë atëherë kur njerëzit se u pret meni, atëherë do ketë një reagim tash për kashi kësaj deklarate. Ashtu siç thash, nuk është deklarate e bërë, ose një shaka, themi, e bërë rastësisht, po ishte tepër e përgatitur, tepër e sofistikuar, dhe në momentin që u tha, mori lajmin e gjithë botës. Unë them se Trumpi nuk që do ketë një ndëshkim se s'bën. Ajo që thoni ju qëndron, sepse Edi Rama e ka bërë këtë deklaratë një herë para gazetarëve, pra në një prononcim për gazetarët në atë summit, dhe më pas në formën e shakas me Macronin dhe presidentin e Azerbajxhanit. Duke qëndruar te kjo pikë që ju thatë që kjo është një shaka apo humor apo tallje e mirë kalkuluar, a mendoni se në këtë rast fshihet një strategji e Edi Ramës që në momentin që Shtetet Bashkuara të Amerikës apo vetë Trumpi mund ta godas kryeministrin Edi Rama, ai të ketë një alibi se Donald Trump po hakmerret ndaj tij vetëm për një shaka të momentit?
Kjo është e vërtet, kjo që thoni ju, por mos harroni se nuk jetojmë në Shqipëri dhe nëse Shtetet e Bashkuara të marrin një vendim, aty nuk është vendim personal i Trumpit, por nëse merret një vendim dhe nëse dosja me Gonigal është e hapur dhe kërkohet nga FBI-a apo nga gjykata federale e Shtetit të Bashkuara, kërkohet ekstradimi i këtij personi i cili del 17 herë, vetëm atë që kemi pa ne, që është 17 herë nga se unë ju kam thënë që është hera parë që Departamenti i Drejtësisë në Amerikë boton një dosje, siç është dosja me Gonigal, pa vajt akoma në gjykatë. Kështu që nuk e di se çfarë strategjie do ndjekim, por t'jeni të bindur që kjo lloj strategjie pi ujë në Shqipëri, por nuk pi ujë në Amerikë apo në vendet e tjera të botës, sepse nuk ka hakmarrje nëse ti je me fakte konkrete, dhe Rama për sa i përket me Gonigalit është me fakte konkrete, për sa i përket trafikut drogës është me fakte konkrete, po droga është ndërkombëtare. Po mos harroni se kemi edhe një deklaratë të kryeministës së Meksikës në OKB, kur tha Shqipëria dhe nuk përmendi emra kartelash apo këto, tha Shqipëria. Shqipëria është kthyer në një vend ku komandon drogën dhe krimin. Tash kur Shqipëria është kthyer në një vend që komandon drogën dhe krimin, do të thotë se është mafia shtet. Ajo që unë kam deklaruar me kohë dhe këta këtu politikanët në Shqipëri nuk guxojnë ta thonë që Rama ka ndërtuar mafian shtet. Nuk guxojnë. Nuk di pse arsyen ta thonë vetë, por nuk guxojnë që të thotë që Rama ka ndërtuar mafian shtet. Këto kthehen te narkoshteti. Ka një dallim të madh ndërmjet narkoshtetit dhe mafias shtet. Një njeri që ka kap të gjithë institucion, një njeri që është deklaron publikisht në një media kombëtare të paktën në Shqipëri, ka deklaruar publikisht që unë kam qenë dhe jam mbetëm mik i Sorosit. Pra, ky e ka të deklaruar dhe kjo lloj lëvizje që bën Rama, po ta vini re, qysh në dasmën e Aleksit, kur unë ju thash që nuk është dasmë e Aleksit, ajo është mbledhje kabales atje. U bë mbledhja kabales dhe po të shohësh gjithë veprimet janë pas asaj dasme. Gjithë veprimet që janë bërë. Janë gjitha pas dasmës. Dhe çuditërisht kjo lloj deklarate apo tallje që kërkoi ky të bëj me Donald Trumpin, nuk ishte rastësore. Pse? Sepse ky para një jave ishte në Bashkimin Evropian. Ishte edhe me Macronin, ishte edhe me të gjithë ishte aty. Dhe pikërisht në mbledhjen e NATO-s, pra një vend antar i NATO-s, një kryeministër që përfaqëson një shtet të NATO-s, një nga shtetet e NATO-s, bën të tallje për presidentin në një moment kur në Amerikë ishte bllokuar, po atë ditë ishte bllokuar atë natë, një natë parë, domethënë ishte bllokuar qeveria amerikane. Pra ishte goditje shumë e madhe për Trumpin, nuk ishte një goditje spontane, thjeshtë, e vogël, u bënë një darkë duke pirë një gotë verë. Po ishte në mes të sallës, dhe po ta veni re, shifeni me vëmendje, ishte në mes të sallës dhe kamera ishte e fokusuar tek Rama. Si është e mundë që kjo kamera u fokuson nga tek Rama dhe pret kur të vi Macroni, ky të bëj deklaratën dhe të gjithë pastaj e japin në mënyrë të rrufeshme? Pra nuk është kjo që bëjnë. Ajo ishte një lëvizje për t'i çuar mesazh. Domethënë vetë Trumpit për t'i dërguar këtë lloj mesazhi. Tash të merresh dhe ta bësh se bëri një lapsus si presidenti botës. Presidenti, domethënë që ka gjithë lëvizjet e botës, pse bëri një lapsus të tillë, nuk ka absolutisht asgjë të keqe. Sepse nuk është një president i cili rri gjithë ditën kukull si Beromion, ky kapteri që kemi ne këtu. Edhe pse bëri këtë lapsus. Ai lëviz në gjithë kohën. Ka të gjithë shtetet e botës në takime në njërën tjetrën, në lëvizje që po bëhen. Dhe situata në botë nuk është në situatë e qetë, që themi si bëri këtë. Po ky e bëri Kastile. Tash ky është me urdhër, ky e ka bërë me urdhër të kabales këtë deklaratë. Nuk e ka bërë në kokën e tij, nuk e bëri në kokën e tij. Thash po të ishte
se e bënte para një jave, hajde dhe se po themi e bëri atje. Po e bëri pikërisht në atë moment kur qeveria amerikane u bllokua. Dhe si është e mundme që të gjithë mediat në Amerikë, sidomos mediat e majta, dhe gjithë e majta u hodhën sulm për këtë lloj deklaratë, qofse kjo ishte një shaka, qofse do ta marrim sipas këtij, apo keq interpretim, vetëm keq interpretim nuk kishte aty. Jo, ka bërë 2 herë si deklaratë. E kuptoj, ajo vetëm keq interpretim nuk ishte. Po. Domethënë kjo ishte domethënë më hapët, më qartë se ky e bëri dhe i deklarat para kur në mandatin e parë Trumpit, kur tha fitoria e Trumpit tha është fatkeqësi për Amerikën edhe botën dhe prish marrëdhëniet me Shqipërinë, se Shqipëria ka marrëdhënie shumë mira. E kupton? Se ne jemi një vend që prodhojmë, bëjmë, kemi një ekonomi, kemi një ushtri, ne s'kemi asgjë. E ky vend që nuk ka asgjë, që vendi më i varfër në botë, vendi më me korrupsion më të madh në botë, vendi që është kthyer pik trafiku në botë, edhe Trumpi ka rrezik ta ketë të fiksuar emrin e Shqipërisë. Pikërisht për këtë trafik droge, se i ka shpall luftë drogës ndërkombëtare. Si ka mundësi? Atëherë ky vend që edhe në raportet e Departamentit të Shtetit është i shkruar, edhe në 2025 e ke. Vendi ku pastrohen parat, vendet e krimit, vendet kanë krijuar grupet e krimit, të drogës, komandojnë drogën. Thash, jo pa qëllim. E përmenda dhe kryeministrin, e cila nuk e bëhet, tha, Shqipëria, vendi ku ka kap drogën dhe krimin. E si se Trumpi duke që ka fiksu kjo, pse nga ta rroj Armenia me Shqipërinë, po keq fort. Se qa u bë? Po kjo ishte e sajuar, e bërë, e stisur mjaft mirë në kalatët e Sorosit dhe i dhënë këtij për të bërë këtë deklaraci që a dhanë deklaratën për ta lexuar, se Sorosi ja dha edhe në atë kohë deklaratën për ta lexuar në CNN, që Trumpi ishte fatkeqësi e botës, kështu ja dhanë edhe kësaj radhe. Po. Unë ju thash, mbledhja ka balës nuk u bë dasma e Aleksit, u bë për caktuar këtë njeri, dhe ky njeri është i caktuar. Dhe nëse do goditet Sorosi jashtë territorit të Amerikës, Shqipëria është qerdhe e Sorosit. E gjithë politika shqiptare është e kapur këtë Sorosi. Sorosi ka ngritur qerdhe këtu. Tash duhet ta pranojmë, sepse është fakt, jo se dua unë ta them, por është fakt. Ne jemi vendi që kemi Sorosin në kushtetutë, që nuk e ka asnjë vend tjetër i botës. E kemi bërë institucion Sorosin në Shqipëri. Duhet ta kuptojnë gjithë. Ne Sorosin e kemi bërë institucion në Shqipëri. Po si është e mundme? Një vend i tillë bë ka Sorosin institucion dhe mos i ngeli menja Trumpit ke kjo, po. Zoti Merkoçi, ju pak a shumë e përmendët pjesën e fotos Edi Ramës me Charles McGonigal, ku mendohet se i përket atij viti kur Charles McGonigal ka vizituar kryeministrin Edi Rama në kryeministri. Nxjerrja e kësaj fotoje tashmë një ditë pas deklaratës së Ramës nga ana ish këshilltarit të Donald Trump, çfarë tregon në vetvete? Ka një sinjal nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës se masat apo sanksionet që mund ndërmerren ndaj kryeministrit Edi Rama janë gjithnjë edhe më të afërta? Unë jo pa qëllim u thash në fillim që ata nuk u përgjigjen me deklaratë zyrtare, nuk u përgjigjen as me intervista, as Trumpi vet nuk foli fare. Problemi ishte se në një moment të caktuar, pra një ditë pas asaj deklarate, dhe biles po ta ndiqni me vëmendje, ka qenë një gazetë e cila i kërkoi, një gazetë e madhe, domethënë me reputacion, që i kërkoi Trumpit të përnocohej për sa i përket deklaratës që bëri kryeministri i Shqipërisë, dhe në këtë moment ata nxorën foton e Ramës me Gonigalin në zyrën e Ramës. Thash, kjo është lëvizje diplomatike, më shumë se sa politike, është një lëvizje diplomatike për të treguar sinjalin që ky njeri është në fokus dhe ky njeri ka një dosje të hapur, sepse me Gonigali thash ka dosjen
e hapur tashmë jo më për vjedhje siç e trumpetojnë këta, po për sigurinë kombëtare të Amerikës. Dhe të jeni të bindur që për sigurinë kombëtare të Amerikës amerikanët nuk falin. Kushdo të jetë president, për sa i përket sigurisë kombëtare, ata janë tepër sensibil. Në këtë pikë ata nuk të falin. Dhe në këtë lloj dosje është edhe emri i Ramës, sepse është fakt i vërtetuar që Rama me Gonigalin jo vetëm ka qenë në Shqipëri, takohet në Shqipëri, jo vetëm që i ka dhënë edhe titull qytetar në deri të Kukësit, por ka qenë edhe jashtë territorit të Shqipërisë në takime që ka bërë. Prandaj janë kërkuar edhe fluturimet e Ramës ku kanë qenë, ku kanë bërë FBI-ja pikërisht për këtë punë, po heton për fluturimet e tij, nuk po heton për gjë tjetër. Dhe kjo dihet tashmë që kur ja pata thënë në fillim që Raman mos e shifni se ka këtë, se ka një lidhje me një organizatë kineze, dhe doli që pas ka lidhje edhe me organizatën kineze. Unë u shpjegova, ja u kam shpjeguar në një emision tjetër, më duket juve, që Rama ka ngritur një kompani në Francë, dhe nga Franca kanë shku direkt në Amerikë, dhe pikërisht u bë pikërisht po me Macron, sepse dihet që Franca është e majtë, Franca aty janë të gjithë. Aty janë të grumulluar gjithë, me Rothschilda, me Soros, me dreqit birë, aty janë mbledhur. Është mëma e smajtës. Franca është mëma e smajtës. Prandaj edhe këta që janë në Shqipëri, po t'i vesh re, gjithë nga Franca kanë ardhur. Po. Tashin gjithë në Francë kanë bota. Edhe në kohë diktaturës i vetmi vend që shkohesh, i vetmi vend që bëhesh, i vetmi vend ku botoheshin librat, veprat MV dhe veprat e Kadares ka qenë Franca. Në një shtëpi botuese botoheshin si të njëri dhe tjetri. Me lekë të shqiptarëve patjetër, por aty botoheshin. Pra Franca ka qenë edhe mbetet një nga vendet të cilat përkrah të majtën në mënyrë ekstreme. Lufta që bëhet me Le Pen është një luftë shumë e ashpër. Sa vjet ka Le Pen që rri aty dhe nuk po mundet. Pse se aty janë mbledhur të gjithë. Dhe Franca është vend i smajtës. A ne na kanë ardhur gjithë këqijat, nga Franca na kanë ardhur. Unë kam thënë që në 95-ën kur kam bërë artikull atëherë. Franca është nëna e këqijave për Shqipërinë. S'na i kanë dashur ndonjëherë të mirë. Kanë marrë gjithmonë serbët kanë marrë ata. Kanë mbrojtur ndonjëherë ne. Ne jemi në ditë e Francës, sepse kemi qenë gjithmonë në politikën e të majtës. S'kemi pas të djathtë. Dhe s'kemi akoma. Kështu që ajo foto ishte lëvizje diplomatike, përgjigje diplomatike e Trumpit apo e stafit tij. S'ka rëndësi. Por ishte një lëvizje që doli pikërisht se po të ishte ashtu mund ta kishin botuar edhe më përpara të foto. O botu pikërisht atë ditë. Si përgjigje pas i kërkum një prononcim Trumpin nga gazeta, ai nxori foto. Përgjigje më të bukur s'kishte ku shkonte më. Përgjigje diplomatike. Nuk janë si këta tonetar. Apo si ky, se kush e dha përgjigjen? Atë lëpirin që bëri ky më pas, as i gazet, as i media, as i televizioni huaj nuk e dha. Po gjithu mborën me atë deklaratë që bëri ky. Kaq. Përgjigja unë thash do jetë një përgjigje fortë. Nuk e di burgun ku do e bëjnë, Shqipëri apo në Amerikë, nuk e di. Masi duket pak çudi, po nuk të falin ata për sa i përket çështjes kombëtare të tyre. Po prek interesat e Amerikës je i marrum. Edhe ky e di shumë mirë, ky shkoj të strahohet ke Sorosi, s'ka vend tjetër se ku shkon. Po edhe ai si bën modern, se edhe ai është vetë në hetim. Zoti Merkoçi, a mendoni se SPAK në Shqipëri do të hapë dosjen e Charles me Gonigal sapo të vi në krye të tij drejtuesi i ri, duke qenë se edhe Altin Dumani ishte në Shtetet Bashkuara të Amerikës ku është takuar me zyrtar të lartë të Departamentit të Drejtësisë atje? Jo, SPAK-u nuk ka rëndësi se është Dumani apo s'është Dumani. Është ky apo s'është ky. Unë ju kam thënë që Dumani kur vajti në Amerikë vajti për dhënë llogari për institucionin që drejton. Nuk vajti Dumani për
për sytë e Dumanit bukur. Dhe ata e din shumë mirë, sepse mos harroni se jemi i vetmi vend që kemi FBI është instaluar në Shqipëri. Është i vetmi vend që jemi nën kontroll plot, dhe këta janë në kontroll plot. Të gjithë këta janë nën kontroll plot nga FBI. Por nuk ka rëndësi emri, sepse duhet të shohim pak edhe ligjin e Spakut. Kryetari i Spakut nuk i jep dot urdhër prokurorit për të hapur këtë çështje apo atë çështje. Sepse kështu e bën ligjin këta, që prokurori duhet të jetë i pavarur. Ai drejtuesi është thjesht një administrator i atij institucioni. Nuk ka gjë në dorë Dumani për ta bërë. Mirë po, atë që bën këta e bën vetë ligjin në mënyrë të tillë. I mbyllën dyrën gjithkujt. Pse? Sepse në ligj këta e vunë që ti jesh prokuror i Spakut, duhet kesh 20 vjet në detyrë. Gjatë këtyre 20 vjetëve është përfolur dhe gjoja drejtësia, kjo reforma e famshme, u bë pikërisht sepse drejtësia ishte e korruptuar, e bërë, e thash, dhe po këta prokurorë që ka 20 vjet që ne themi janë të korruptuar, këto janë Spak. Dhe Rama pranej komandon këta. Pranej sulmojnë. Tani, këta kanë firmosur në Amerikë gjithë, me prokurorë dhe gjyqtarë, që do zbatojnë ligjin, do kenë mbrojtje dhe do të zbatojnë ligj. Mirë po interesat e tyre, nuk di, Tulsi Banjës, që i ka sjellë gjithë ka dibër. Po di unë tash se si do bëhet. Unë pranej them, nëse nuk do hapet dosja me Gonigal, këtu ata e kanë të hapur atje, do ta marrin pako postale ta dërgojnë atje. Se s'ka rrugë tjetër. Nuk ka rrugë tjetër. Nëse Trump ka deklaruar organizatë terroriste Sorosin, organizatë terroriste gjëmohet dhe sulmohet në çdo vend botës, jo vetëm në Amerikë. Dhe ai nga organizatë kriminale, mos harroni se nga organizatë kriminale pas 2 ditësh Trumpi doli dhe deklaroi organizatë terroriste. Pra ngriti më lart nivelin e organizatës, sepse ajo e tillë është gjënë. Se të majtë vetëm terror nuk njohin gjë tjetër. Dhe ata gjithë deklaratat, gjithë veprimet që bëjnë pikërisht për këtë punë, për të kriju kaos në botë. E kanë myt gjithë qeveritë në Europë, shumica e tyre janë të majtë. Këtu në Europë është skandal. E majtë në Europë ka dekada që zotron. Dhe sa del një djathtë sulmohet, bëhet. E kupton? Pse? Sepse ata nuk duan. Ata duan Soros, duan internacionalizmin, duan globalizmin, duan shoqërinë civile. Çfarë është shoqëria civile? Shoqëria civile është organizata Soros. Dhe këta edhe këtu ne vazhdojnë akoma e përmendin shoqëria civile, thotë. Pra këte i shajnë Sorosin, këte i thonë jemi me politikën e Trumpit, këte i duan nga shoqëria civile. E kupton çfarë? Pra ne i them tyne para politikë, nuk janë politika. Pikërisht për këtë, se këta s'dinë bëjnë politikë. Këta dinë vetëm marrëveshje. Dhe Soros pse ka gjetë stren në Shqipëri, se e ka kap gjithë. Nga i pari ke i funit. Duan apo s'duan këta ta pranojnë, s'ka rëndësi fare. Mos më intereson nëse e pranojnë apo nuk e pranojnë. Sa kohë ka që ju bëj deklarat, që i them bëni një deklarat Partisë Demokratike, Bashkisë Tiranës për të heqë titullin qytetar nderit, Sorosit, apo për të heqë emrin e shkollës në Rogozhin që është më të madhe, shkolla 9 vjeçare George Soros, apo për të heqë me Gonigali titullin qytetar nderit Kuksit, dhe nuk e bën. Pse? Se është Soros i mrena KPD. Qa diskutojnë? Se këtu mungon e djathtë. S'ka djathtë në Shqipëri. Këtu janë qendrës, e kanë deklaru vetë ata. Partia e qendrës. Pra këtu bëhet lufta nga qendra deri ke majta ekstreme. Po djathtë s'ka. Se konservatori, jo. Po këtu s'ka djathtë. Ata bëjnë gafë më të madhe, thonë jemi partia e qendrës djathtë. Ku ka qendër djathtë? E djathtë oje i djathtë oje i qendrës.
s'ka qendër djathtë. Këta e shpikin edhe qendrën e djathtë. Kështu që ne jemi vendi i çuditshëm. Na kanë kthyer në një vend eksperimental. Pam. Zoti Merkoçi, të ndalemi pak në aspektin kronologjik të raporteve të Edi Ramës me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku siç e kemi përmendur edhe më parë këtu në Agora News, ato e kanë shmangur vazhdimisht për të takuar me presidentin amerikan Donald Trump, apo qoftë edhe të ketë vizita në Shtetet Bashkuara të Amerikës për të takuar me zyrtarë të lartë atje. Ndërkohë, së fundmi ai mungoi edhe në Asamblen e Kombeve të Bashkuara dhe më pas vim tek rasti i talljes ndaj Donald Trump. Pra ju si e shikoni gjithë këtë kronologji të Edi Ramës në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe a ka një sinjal mjaft të qartë që tashmë atij është hequr viza? Qysh kur bë katedrala, inaugurimi i katedrales, Ramën nuk u takua me asnjë. Ishte Trumpi atje dhe nuk e takoi. Një nga personat të cilët e ka bllokuar Trumpi për të takuar Ramën, apo nuk e, sepse çdo gjë bëhet me protokoll, është Suzy, që është krau djathtë tashmë i Donald Trump, sidomos pas vrasjes së Kirk. Ajo mbetet krau më i fortë i Donald Trump, që ka një besim absolut. Trumpi vetë ka një besim absolut tek ky person. Do shofësh pastaj të mbledhja që u bë e NATO-s, që u bën Hag, ku u caktua që Shqipëria do mbante mbledhjen e saj në 2027 në Tiranë, dhe Trumpi dhe pse ky ishte prezident dhe pse u vendos Shqipëria si vendi i mbajtjes së samitit të NATO-s, këtu ndoshta Trumpi ka të fiksuar emrin e Shqipërisë, që e ngataroi me Armeninë, dhe Trumpi nuk e takoi. Megjithëse kryetari i Asamblesë NATO-s u mundua ta takonte dhe ky hiku me bish në Shark. Mos harroni, pastaj kemi dhe vizitat, ajo 249 vjetori i pavarësisë, ku ambasada amerikane nuk e thret Ramën. Kemi lëvizje të tjera që janë bërë kur Trump ka qenë dhe ky nuk ka arritur kurrë as t'i hedhi syt Trumpi këtij, jo më ta takoj. Unë nuk kam thënë që ky ka harxuar miliona për takuar një nga administratat e Trumpit, qoftë kushdoj, po boll tjetër i administratës së Trumpit. Vajtja e ambasadores, themi, në zyrën e Ramës, ku gjeti momentin kur Rama nuk ishte në zyrë, dhe vajti te Vali Bizga që i çoi sinjalin për Ramën. Atë sinjali di vetëm ajo se çai ka thënë, dhe ajo tashmë dha dhe dorëheqjen nga ai post. Kemi pastaj dhe mbledhjen e OKB-s që unë pata lajmëruar, dhe besoj e keni, që unë thash që Rama nuk ikën në OKB. Rama nuk ikën në OKB sepse Rama është në ngradë në OKB. Mirë, po me gjithë veprimet që ka bërë deri tani, duke qenë se ka shpall veten, domethënë kryetarin e mafias shtet shqiptar. Megjithëse po bën gjithë lëvizjet e drogës, e korrupsionit, e pastrimit parave, duke vazhduar dhe duke mbështetur Sorosin, patjetër që ai është i vdekur, themi, politikisht. Dhe ai në Amerikë nuk shkon. Dhe këtë deklarate pa ta bërë para shumë kohësh. Nuk ishte se ishte një deklaratë që e bëra ditën që Rama nuk do mbaj mbledhja OKB-s. Shumë njerëz nuk e besonin që Rama nuk do shkonte. Dhe Rama nuk shkoi pikërisht sepse atij është heq viza nga Amerika. Ai nuk shkel më në Amerikë. Pas dasmës së Alex Sorosit, ati u vu viza kryq. Unë tek ju duket kam qenë kur kam thënë që mos shko se do të vehet kryqi. Mundohet tërhiqesh në mënyrë e din ti si tërhiqesh, por tek ajo dasmë mos shko. Mos shko se i e kundra. Ai patjetër që shkoi, jo vetëm që shkoi,
po ata morën edhe vendimin që ky do jetë përfaqësuesi i tyre në Ballkan edhe në Europë. Kështu që çfarë mund të presësh, sepse kur vjen puna te Megonigali, të gjithë flasin për Megonigali në Shqipëri e njërin tjetrën. Po mirë, ky Megonigali, si s'pas ka ky gjë dhe Rama nuk ka gjë, si e pret një kryeministër, e pret një përfaqësues, se çështu fillon për një përfaqësues apo një drejtues të FBI-s dhe nuk është shoqëruar në asnjë moment nga një, jo vetëm nga ambasadori, apo as nga një punonjës i ambasadës në Shqipëri. Ky ka armë qeftas, ka bërë, ka tja kur vjen qeftas, pa lajmëru, pa bërë se ku i e, ku bën, atëherë është gjithë lëvizjet që ke bërë janë të dyshimta, por të cilat ata i kanë vërtetu. Ai shumë gjëra ka pranu, tash në dosjen që ka hap do të shohim. Por Rama unë ja u kam thënë, Rama është i vdekur politikisht në Amerikë. Nuk shkon dot Rama në Amerikë. Tani bëj çfarë të doj, shkoj ku do ai e vërtetoj. Të paktën atë deklaratë që unë kam bërë, ai e vërtetoi se nuk shkoi në OKB. Rama nuk di pagu çdo gjë që takoj kur i thash në një vend tjetër i thash Rama sikur takote atë rojen e shtëpisë Bardë ishte i kënaqur. Jo, mo takoj një zyrtar. Tash një zyrtar sa do të rëndon dorës funit le të atje, nuk e takon dot. Sepse këta e mësu me foto. Me bë politik me foto. Me foto ju përgjigj edhe Trumpi. Asaj talli që bëri ky ju përgjigj me foto. Në mënyrë diplomatike, me foto. Ju përgjigj shumë. Janë zore me Gonigalin edhe këtë në zyrë ti edhe kaq. Po mos harrojmë se organizata Sinaloa ka qenë në zyrë Trump's. Se din ata. Kështu që Rama në Amerikë është, thash, kur vjen puna te siguria kombëtare e Amerikës, ata nuk të falin. Dhe Rama në këtë pikë, unë jo më kot them që Rama është i vdekur në këtë pikë. Politikisht Rama është i mbaruar. Nëse shkon në Europë, tallet me qeveritë e majta. Pse nuk e bëri me Meloni? Bërë një pyetje tjetër. Pse nuk e bëri me motrën e tij të vogël, të madhe, Melonin këtë lloj deklarate? Se edhe Meloni ishte në takim me Trumpin, kur ishte ky Macroni. Pse se bëri me Melonin? Se Melonin rrogësh e puthesh. Po se edhe Meloni hongri dajak aty në Amerikë për sa i përket marrëdhënieve me Ramën. Kështu që po të ishte për ta bëte me motrën e vet. Pse bëri me Macronin? Po pse u zgjodh pikërisht Macroni? Pse u zgjodh pikërisht Franca? Se gjërat janë të lidhura në diplomaci dhe në politikë, gjërat janë të lidhura. Nuk janë të bëra kot. Se Macroni ka peshën atje. Dhe është Franca. Franca ka luajtur gjithmonë politikën e Europës. Dhe pikërisht u bë me Francën. Kështu që Rama është kuptojnë për mua, nuk di, po Rama për mua është i vdekur politikisht. Unë pranoj them që Rama s'është më kryeministri i këtij vendi. Nuk është kryeministri i këtij vendi. Sepse nëse ta vënë ndërkombëtarët vizën, ti do shohësh tashmë mas kësaj. Mas kësaj deklarate, do shohësh ti reagimet e gjithë kanë reaguar. Po do shohësh sjellën, a do shkojmë më këtu nëpër Europë tallet si u tall. Skam, një njeri që shkon me çetiane tallet, bëhet ju dele bo dirigjente, bë këtë, po me këtë që shka janë dhe mësot të Rama nuk guxon. Nuk guxon ta përmendë Amerikën, jo të shkojnë në Amerikë. Po pse me vjedhjet e votave, me mandatin që voti, pse çka kujtoni ju? Po pse deklaratat që bëri Amerika që uroi popullin shqiptar dhe nuk uroi asnjë nga politika apo partitë politike? Çfarë ishte kjo? Distancim total. Kush e kupton diplomacinë është puna. Edhe politikën. Kështu që Rama nuk di se çfarë emri mund t'i vej tashmë. Po për mua është politikisht është i vdekur. Kaq. Pastaj se ja ma me dhunë këtu, pranë edhe më ka ndërtu mafian në shtet dhe mafia ma me dhunë. Pastaj ky është problem tjetër.
A do pranoj Amerika që të jetë një vend i tillë në mes Europës, edhe sidomos në Ballkan? Këtë do të shohim ditët në vijim. Unë them është me ditë, me javë do jepet përgjigje, nuk do pritet me vite, me muaj. Nëse vjen puna me vite, me muaj, pastaj s'ka më asnjë lloj kuptimi. Zoti Merkoçi, në një investigim të medjave italiane të kryera pak vite më parë, por edhe të përmbledhura më pas në një libër, është evidentuar në këtë rast lidhjet e qeverisë së kryeministit Edi Rama me grupet e trafikut të drogës, ku bëhet fjalë për një takim në ishullin Aruba në Amerikën Latine për pazare dhe pastrim të paras në ndërtim sa i përket kryeqytetit në Tiranë. Ju si e shikoni këtë pjesë ku kryeministri Edi Rama vijon të dalë dhe qeveria e tij vijon të dalë në përgjime, vijon të dalë në skema të tilla të lidhjes së trafikut të drogës me qeverinë? A do ketë një moment që SPAK-u mund të veprojë në këtë drejtim dhe nga ana tjetër, a është Amerika duke mbledhur gjithë dosjen e Edi Ramës sa i përket lidhjeve të tij me trafikun e drogës? Jo, kjo video që doli tani, doli për të mbyllur ca video tjera. Po. Taroni se u bë për të mbyllur videot e tjera, sepse kjo lloj interviste apo kjo lloj deklarime që i ka bërë prokurori Puljas para një 5 vjetësh. Kjo nuk është gjë e re. Po. Libri që si libër, por faktet, argumentat, videot janë bërë sot e 5 vjet para. Kur unë kam deklaruar që Amerika i ka sjell dosjet e gatshme këtu në Shqipëri për të gjithë, pa përjashtim të asnjëri. Këta vazhdojnë dhe bëjnë ato lloj politike, ato lloj marrëveshje me njëri tjetrin, për të mbajtur njëri tjetrin. Kjo është mos e kuptueshme, kjo thohet në çdo tavolinë të shqiptarëve. Kanë frikë me e thënë publikisht, po, patjetër. Po ajo video, si doli ajo video atë ditë? Shifini pak kronologjitë e videove. Dhe pse doli pikërisht atë ditë? Dhe pse u trumpetua me të madhe ajo video, nuk u trumpetua video tjetër? Si është e mundme? Si është e mundme që video tjetër e Olsi Ramës u zhduk? Për 4-5 orë u zhduk. Dhe doli kjo video tjetër pastaj. Sigur nuk bëjnë sens këto. Se këta duan nga një skandal, dalin këtë tjetër për me mbyll një skandal, nxjerrin skandalin tjetër. Por, tek e fundit, ajo është e deklaruar me kohë. Po ti ke pas kryetarin ai i Italisë, që doli deklaroi që ka bler tokë këtu, se nuk e di se kush ishin ta. Më tha filani, ka nxjerrë ai me emër. Antimafia italiane. Ha? Është bërë kjo. Është deklaruar. Po pse kërkojnë fluturimet e Ramës, FBI-a? Për këtë punë. Dhe unë kam thënë, nuk ruhet Rama. Nuk ruhen këta. Por ruhen ata koka që luajnë drogën edhe krimin, atje ata kanë frikë atje, mos të ekspozohen. Jo se ruhet Rama. Rama nuk ruhet. Rama në të gjitha vendet ku ka shku, ka ikë me çardër, zotëri. Pse ka ikë me çardër? Që mos të regjistrohet se ku ka vaj. Se edhe kur ulën në përpjesat të dorës dytë. Pra ne them, ky ka ndërtuar mafian. Se në çdo vend botës mafia kërkon të kapi një ministër, të kapi një gjyqtar, një prokuror. Nësa këtu është vetë komandanti mafias është Rama. Ky komandon të gjithë. Qa do bëj SPAK? SPAK-u që është me dosi për vete? Qa do bëj? Se po t'ishte SPAK-u për atë që ndërtuar dhe për atë që paguhet, SPAK-u duhet ta kishte kërku me kohë. Po pse nuk ju dërgu letra nga Ulsi Manja
për dosin e Spagut, për dosin e Ramës me Gonigalit për ta sjellë në Shqipëri? Po mbajt aty. Dhe një nga takimet ku bëri herën e funit ky Dumani pikërisht për këtë dosje ishte. A ja dhanë me vete pastaj, si ja dhanë si di. Por për këtë dosje ishte. Unë jo pa qëllim tash, Dumani atje ka hongër, domethënë drunin, më thonë sa. Ka dhënë llogari aty, pse s'janë hap të dosje, pse s'janë çu deri në fund. Se janë të gjithë kapur. Janë gjithë lirë njëri me tjetrin. Se kullat nuk I ka vetëm Rama. Janë gjithë që kanë kulla këtu. Ndëshosh, mas çdo kulle ke një politikan, ke një shtetar. Prandaj është kjo. Çka kanë bërë tani nxorën dekret presidentin për të mbyllur këto gjërat e tjera, nxorën dekretin e presidentit. Për të mbyllur këto tash të fillojnë me të merrem me këto. Keni gjyrë tash që fillojnë të merren me budalliqet e kandidatëve? Po. Tash merren me kandidatët. Berisha nuk del për shembull, dali e thot aty. Pse nuk kandido Berisha? Ja kam kërkuar Berishës me kohë, publikisht, dil dhe kandido. Të paktën minimalisht, moralisht duhet dali e thot, unë nuk kandidoj për këtë arsye. Po jo dali Berisha thot, dali një kur sheshi, dali kush do dali se ne do ta zgjedhim ne pastaj, dali një herë njerëzit. Shpallin kandidaturat vet nga shoqëria civile, pra nga Sorosi. Ajo që e kam thënë, pa bekimin e Sorosit nuk ka kandidat për Tiranë. Partitë e qendrës nuk nxjerrin kandidat për Tiranën pa bekimin e Sorosit. Dhe shihni gjithë emrat që qarkullojnë janë gjithë Sorosit. Atëherë mund le të dyshoj shumë. Gjithë emrat e Sorosit. Berisha vet nuk guxon. Pse? Është Berisha që ka shpall vetë misionar. Misionarët dalin në ball, nuk rrin fund të dishepujve të tij. Po dalin në ball. Del ballai misionari. A do ta luftoj Ram, se çka kujtoni ju, se është lufta me Manesiliu? Manesiliu s'është asgjë. E vërtet. Aty është lufta me Partinë Socialiste, është lufta me Ramën. Votimi në Tiranë është luftë me Ramën. Beteja është me Ramën. Do ta thysh Ramën, po, bujëm, gjej, dil vet I parë. Nëse s'del vet, dil e deklaro bë garant për X-in që do dalë. Jo duhet politik, jo po nuk duhet politik. Ku ka njerëz që nuk janë politik? Ç'është kjo njerëz nuk janë politik? Qa nuk janë politik? Po si mund marrësh një njeri që s'ka fol ndonjëherë për Tiranën? Që s'ka dhënë asnjë lloj opsion, që nuk ka asnjë lloj aktiviteti, që nuk ka asnjë lloj kauze. Nuk ka ngritur një herë një kauzë, një problem, një gjë. Nuk ka dhënë një alternativë. Si do ta marrë këtë? Një ke rradha qumshit ta morësh e ta vesh aty për kryetar. Ç'ishte ajo deklaratë që PD-ja nuk do nxjerrë kryetar, nuk do nxjerrë kandidat. Thoya në 6 bashkitë se do me bë dhe të madhe ky gjoja sikur që po ne hedh hi syve. Në 6 bashkitë ne nuk do nxjerrim kandidat. Po do ulem të tjerëve të dalin të tjerët edhe të dalin fush aty edhe ne pastaj do themi ky është më I miri. Ku ja thot? Me kapitallën. Mos do që të heq përgjegjësinë nga humbja. Po jo vetëm përgjegjësi nga humbja, jo. Nuk është vetëm përgjegjësi nga humbja, është marrëveshje. Jo përgjegjësi nga humbja. Se si do që të vijë puna, çdo lloj njeriu të nxjerrë përgjegjësia, unë ja kam thënë. Përgjegjësia prapë ke Berisha të shkoj. Jo e pat deklaratën që bëri atë talli që bëri Rama. Kë pat ju nga aleatët strategjik partisë, nga koalicioni Shqipëria Madhështore të dilte dhe të fliste për atë talli të Ramës? Asnjë. U prit të vinte Berisha nga jashtë që të bëte Berisha deklaratën.
se asnjë s'kishin këllçi për ta bërë. Dhe këta do dalin kandidat për Tiranën. Këta do dalin. Këta dhe kur flenë, shkojnë pyesin Berishën atë flenë gjumë. Berisha po të burr dali të sjaroj. Pse nuk kandido Berisha? Ja kam kërku dhe ja kërkoj me ngull. Dil dhe kandido. Se shumë e kollajshme të bësh propagandën që 530.000 vota i ka marrë vetëm Berishës, se po mos jetë Berisha nuk u merreshin ato vota. Dakor. Dil kandido. Me që ke 530.000 vota. Se 3 qereku i Shqipërisë është në Tiranë. Dil kandido. Thyë. Momenti për thy akulli. Ja ku e ke. Ja fusha, ja Mejdani. Dil. Se kandidohet për kryeministër tip edhe për kryetarin e bashkisë. Është kryeqyteti, po flasim për kryeqyteti, po flasim për 3 qerekun e popullsisë në Shqipëri. Pse nuk kandidohet këtu? Praktikisht nëse merr PD-ja Tiranën, atëherë do të thotë që ka premisa për të fituar zgjedhjet e dashme parlamentare. Po patjetër më bie Rama. Unë që ndërë deklaratës që kam bërë në atë kohë, i thash, mjepni votën, fitoj Tiranën e të rrëzoj Ramën. Por që është e pa diskutueshme. Po more Tiranën e ke rrëzu Ramën. Është 3 qereku popullsisë në Tiranë. Qëtë. Parnete, me bërë lëvizje politike këta s'bëjnë dot, se kjo është lëvizje politike. Se unë nuk e shoh thjesht si kandidim. Se të shkoj të kandidoj Berisha. Jo, unë shoh si lëvizje politike. Sepse po kandidoj Berisha, pa ja u sqaroj, që edhe për dëgjuesit. Po kandidoj Berisha. E gjithë partia demokratike do të jetë në fushat. Gjithë struktura do jenë në fushat. Të gjithë deputetët do jenë në fushat. Po kandidoj një deng pa marrë. Si që kërkojnë këta një sorës, dorinat e ke shpia të gjithë. Ta netën për zgjedhjet e 11 majit dhe edhe marrë në shpi. Ty doli deputetët tha unë s'kam dalë në fushat. Ishe ke lista mbyllur. Dhe ne pam që nuk u po fushat. U bo lista mbyllur dhe gjithë fletën gjumë. Ama qofse del Berisha për të kandidu. Atë gjithë partia demokratike do jetë në fushat. Edhe strukturat po ashtu, bëhet edhe organizimi i partisë. Fiton edhe organizimin e partisë. Me këtë rast. Edhe deputetët futen në lojë. Nuk rrim pasiv se është Berisha. Dhe ka Berisha kam frikë gjitha. Dhe pse kërkoj Berisha? E dali Berisha të thot arsye pse nuk don. Dhe kjo është lëvizje politike, po. Nuk është lëvizje. Nuk është kërkesë që unë e bëj se dua ta bëj për Berishën. Jo, dua lëvizje politike. Ajo parti të bëj një lëvizje politike. Dhe lëvizja politike sot është Berisha. Të dalin dhe thot, nuk jam unë lëvizja e dur, por është filani. Ja ta caktoj. Po dalit përëndësot, jo të thot dalin njerëzit e të kandidojnë atje, të nxjerrin kandidaturat pavarur. Tash ka dalë kandidaturat pavarur. Pa e kupton që ndalesh në Tiranë, kandidatura pavarur, duhet të shkosh mbledhësh një 20 të sa mijë firma. Që shpallesh kandidati pavarur. Ku ka njëri kot mbledhë këto firma dhe kush është ai që mbledh ka këto firma? Ku është struktura e këtyre firmave? E vëdo çfarë loje bëjnë apo jo? Dhe pastaj thot, pasi shpallen këta, dalin atje me dan, ne do t'i vëmë kishin se kë do caktojmë ne. Këtë më shtesim ne. Jo më reo, dil vet atje. Ke 35 vjetë në politikë. Përballu. Zoti Merkoçi, Zoti Merkoçi, të ndalemi në një moment ku ka të bëjë me ato që prek dhe ka prekur shumë qytetar kryesisht në veri të vendit, ku Edi Rama vijon që të shembë banesat e tyre apo dhe bizneset caktuara pa marrë parasysh mundin e tyre. Dhe nga ana tjetër, opozita çfarë është duke bërë në këtë rast, sepse nuk duket gjëkundi. Po çfarë do bëjë opozita, aq që bëri herën e parë, do bëjë herën e dytë. Opozita çfarë bën herën e parë, herën e dytë. Do bëjë herën e dytë. Herën e parë justifikuar se ata kanë votu majtas. E kuptoj se çfarë koncepti është apo. Dhe ajo që
do ta mbyll vetëm me diçka shumë të vogël. Kur ndodhi thethi, unë ju thash, mlidhen kuvendin e maleve. Me të majtën nuk bëhet e majta me lule, me lutje e me aman e derman. A unë ju thash, mlidhen kuvendin e maleve dhe merrni vendime, e mos se kur shkoni me bo postribën veni kurorat e postriba. Postriba kur u bo me kuvend malesh. Nuk u bo postriba si deshën. U mlodh kuvendi maleve. Dhe sot janë edhe këta majtistët që shkojnë me vend kurnor atje. Edhe qynë gjë të madhe, kryengritja postribës e para kryengritja antikomunizmi. Para antikomunizëm jemi. Në komunizëm po jetojmë, me emrin Soros. Bujrëm, letë mlidhen, burra dhe dje. Të marrë një vendim. Pse të tremin? Nuk le pjetra. Si është kjo? Hajde ti le pjemi Ramës, se që të kërkojmë ne. Opozita po të donte, qysh herën e parë, merrte 50 vetë që ishin deputet, i veshin dhe ura 50 karrige, ulshin aty e s'kishe zot none me kalu. Po shkon mrapa, masi u bëjë gjithë gurguleja, shkoj ai Spahia, ku diun, me Luciano. Shkon me pi kafen e mortit. Me shku me pi kafen e mortit, shku se për çfarë shkon? Aty u shem, u prish gjithçka. Dhe ta shish prap shkoj aty. Prap heshtje. Thash, ta kërkoj nga një skandal, zotri, kërkoj nga një skandal tjetër. Dhe atë vajtin atë tashmë në theth prap, është pikërisht për të mbyll këto skandalet e tjera, për të mbyll këto të tjera. Jo pa qëllim ta thash, si është e mundur. Bën kryeministri jon, del gjithë mediat e botës. Skandalin në gjithë mediat e botës dhe asnjë nga këta parti, edhe këto parti çka të reja që janë, që kanë marrë që zien për i vend deputeti, edhe këta, s'doli asnjë. Aleanca madhështore, nuk doli me deklarat të aleancës Shqipëria madhështore. Asi lloj deklarate, asi lloj reagimi. U prit vite Berisha, thotë Berisha do 5 llafe. Prandaj them unë tim Berishës atje në kandidat për Bashkinë e Tiranës. Se këta vetëm Berisha, çfarë thot Berisha do bëj. Unë e di shumë mirë, Berisha e ka të fiksuar me emrin. Le të sorrëllaten ndaj tallet me këta. E ka të fiksuar. Berisha vetëm i endër kompjuterit do shtypi. E i del në printer aty direkt emrin. Ashtu si që dolën edhe listat. Se që kujtoni? Se pret Berisha grupin 3 moskëtjerë që ka qitë për ku ikën ta 3 moskëtjerë që do gjeshin ushtarin Rajan për kandidat? Sunino. Doli Berisha të që tha, ne nuk kandidojmë edhe po këtë grupi negociatori famshëm, ku shkun ta? Ku shkun? Ha pra, se ka i logjik. Ka i logjik. A je fut politik, vla. A je pjesë asaj. Po, uno bujë, lufton. Le ti dali me me. 20.000 vota ka marrë li me me. 20.000 tabaku, 20.000. Pra e nis ushatë me 20.000 vota, pro. Urdhëro. Kam bërë në e analizë, s'kam bë. Hedhin alternativë, s'hedhin. Dhe unë ju them, alternativa për mua është Berisha, dali Berisha ta kundërshtoj. Ose ta ve. Po të më dalë me një alternativë, kush nga këta kanë zgjerë alternativë? Ke pa në një qitë të hedhin në një alternativë? Jo. A që alternativë është quni Fari Balliu dhe dali kandidat për Tiranën? Po pse alternativë është kjo? Po që është qëmë? Dali Kliqi pra. Me që e fitoj betejën me Erion Vilin. Fitoj dhe bashkinë. Apo ta fitoj bashkinë. Jo, po ne nuk dalim për shdyti. Si s'dalim për shdyti? Pse ku e ke shkruar me ti që nuk kandidoti këtë 2 herë? Për një post? Se ke masi vend shkruar. S'nalo liqi, s'nalo. Dik. Ta kanë hallin e rrogës. Ju hikë rroga. Edhe i Balliu që doli, edhe i doli për kopertur. Se di shumë mirë që nuk e ve njeri. Po për kopertur, po thënë që ja, dhe deputetet e dhanë.
janë të gatshëm, kot. Ku t'ja thonë ta? Bo me janë talë me njerëz. Pra ne them, Rama bëri atë lëvizjen e radhës tash për të mulu gjithë pisligjet e tjera, për të mulu edhe këtë skandalin më të madh që bëri botëror me Trumpin, edhe shkon theth tash bo veprimet e tjera. Edhe njerëzit do merren me thethin, do merren me këtë, do merren, i harrun atë. Se harrojnë tu Shqipëria, harrojnë shumë shpejt. Se sa plas njoni fillo tjetër. Skandal më skandale, ta shty me skandale. Ka që thjesht. Opozita gjumë. Se s'ka opozitu. Tash opozita është nga qendër ke e majta. Ekstreme. Kaq është opozita. Djatha dhe djatha konservatore nuk ekziston në Shqipëri. Këta e gjynë me pushtë. Çdo njeri që dali do e gjynë me pushtë. Nuk do ta lejnë. Do t'i mbyllin gjithë hapësirat. Ati s'ke një të djathë. E i thot partia djathë. Ati s'ka një djathë, ata thon partia djathë. Si që ka partia djathë kur nuk ka një element djathë mrena? Si që ka partia djathë kur nuk ka fraksione mrena? Që është kjo? Vazhdojnë akoma. Gjithsesi unë prap edhe nga ekrani juaj bëj thirrje Berishës. Kandido për kryetar bashkie. Ose dit dhe jep arsye dhe një alternativë tjetër fituese për Bashkinë e Tiranës. Të takon, të dalësh dhe të japësh sjarim. Dhe këtë po ta bëj unë, njihemi shumë mirë, e di shumë mirë. Edhe se kush jam e çfarë jam. Jemi miq për vitesh, para 90, se këta njohin Berishën gjithë 90. Kështu që dil dhe jep alternativën ose kandido vetë. Jep arsye pse nuk kandido. Ka që kërkojmë Berishës. Kam të drejtë morale. Se të partije kena themelu ne, nuk ka themelu Berisha. Berisha ka arvon. Kemi dhonë ne asaj partije. Dhe ne kemi të drejtë morale ta kërkojmë. Ata kanë marrë ofiqet, ne s'kemi marrë asgjë. Ne s'u futëm me marrë ofiqet, me gjymu posteve. Por ama vjen edhe i moment që edhe ne kërkojmë me sa. Ne dum ti ke Rama, urdhro bujëm, ja ku e ke fushën, dil dhe edhe fitoj. Me që e misionar, dil fitoj. Misionari del në krye. Të dali dhe ta shpalli kandidaturën dhe dali të fitoj. Është më i votuar, 530.000 vota ka marrë. Janë deklaratet e tyre që janë të mia. Urdhro bujëm, dali dhe ta fitoj. Ka që thjesht është. Po të bëjmë skandale, për me mbyll skandale, kemi 35 vjet që bëjmë skandale për të mbyll skandale. Ne jemi si puna asaj që bën një gënjeshtër, thu një më të madhe, thu një më të madhe, thu një më të madhe, thu një më të madhe. Dhe ta kështu, derisa plas në fund fare, si që plasi Ramës me Trumpin. Bë skandal të mbyll, të bëj këtë mbyll, të nuk e gjeti herën e parë gjë që tha Trumpi e keqja botës, vazhdoj me skandalet tjera, vazhdoj me tjera, tash i plasim fund fare, plasim, do plasi diku. E keqja do bëj punë vetë, po e ka dhe ajo i fund. Kështu që edhe këta, nëse duan, bujë, Rama ka 3 çerekull i kam burg, skandalet i ka, raportet e departamentit i ka, kryetarin e bashkisë e kam burg, urdhro bujëm ta fitoj. Situatë më të mirë përfitu, ka jo. Ka që thjesht. Zoti Merkoçi, në optikën tuaj, si mendoni, çfarë do të ndodh me Erion Veliajn tashmë? A është i azisuar tërësisht politikisht apo ka gjasa dhe shanse që mund të rikthehet në jetën politike? Tash si mund të kthehet në jetën politike kur i ka çelësat në det? Erion Velia nuk del për burg, jo më kthehet në jetën politike. Erion Velia po bën atë luftën e tij. Ajo që ju kam thënë që Erion Velia ka fol, njerëzit se besuan, s'ka rëndësi. Kodet, kur dërgojt kodin Erion Velia që tha po fola unë t'jë dhe jesh lajm i parë, ai ka fol. Ka fol para spaku. Po,
ka fol Kespaku, ka fol Erion Velia. I ka dhënë sinjalet Erion Velia. Mbiles një nga arsyet pse Ramës ju bë kallëzim penal që u regjistru kallëzime penal dhe po ta shihni është me gjithë Erion Velin kallëzimi penal, nuk është vetëm i Ramës. Janë të dy në lojë me emër nominal. Edi Rama, Erion Velia. Për 5 majin. Për prishjet të tërsimin e pronave. Erion Velia ka fol aty dhe ka shumë gjëra të cilat janë në SPAK. Unë thash vullneti i SPAK-ut është vetëm ky, që SPAK-u nuk po vepron për një arsye të thjeshtë sepse janë të kapur nga politika, jo vetëm nga Rama, nga gjithë politika. Po t'i vesh re, të dy krahat janë në sinkron me njëri tjetrin. Herë sha njëri, herë sha tjetri, pastaj lavdroi njëri, pastaj tjetri, pastaj e fillojnë e shajnë prap. Pra presionet që bëhen duke i nominuar prokurorët, duke u nxjerr emra, duke u nxjerr familjarët, më the tash, jemi vend i vogël, kështu që normal që këto gjëra do ndodhin dhe SPAK-u është i trishtuar. Nuk di, tash vetëm një lëvizje politike dhe një lëvizje ligjore që mund bëj Amerika, do bëj ato sektarën si punat të spive, po i kpute Filispanin të hapërtajnë që tha ne pastaj. Sepse janë të gjithë të korruptuar, këta edhe oligarkët i cakto partia, këta edhe partnerë strategjik i cakto partia, këta edhe ata investitorët strategjik partia, edhe letë ndërtimit i e partia, këta gjithë me partinë, këta vazhdojnë akoma partia shtet. Pra ne i themu tyne që duke qenë se vazhdojnë në partia shtet, këta ai arriti të ndërtojnë mafia, dhe Erion Velia e di këtë. Mos kujto se di, se është pjesë e saj. Erion Velia është pjesë e Sorosit vetë, po është lufta edhe brenda një organizati, gjithmonë ka një betejë, ka një luftë edhe brenda organizatës. Mos kujtoni se organizata është kaq e thjeshtë. Ata nuk mund të prishin organizatën, por tek e fundit një luftë për pushtet edhe aty ekziston. Dhe Velia tashmë e ka prej faturën e tij politike. Erion Velia nuk mund të kthehet më në politikë. Sa do që të bëhet, si do që të vi puna, Erion Velia do të tregojë një farë dinjiteti tashmë të tij, duke bërë numra me gjykatën kushtetuese, sepse nëse Erion Velia do donte vërtet, do të ishte ai Erioni që ju mbani më ditë për Tiranën, bëhesh terror, ai bënte gjithçka. Momentin që u arrestua Erion Velia, normalisht duhet të jepte dorëheqjen vet si kryetar bashkie dhe po tipte dorëheqjen vet, ai nuk e kuptoi që po tipte dorëheqjen vet do kishte edhe privilegje, se nuk do mbahesh më si i arrestuar, u mbajt pikërisht për arsye sepse ky mund të prishi prova, po të shkojnë në zyrë ose do intimidoj, siç edhe doli me bushkën e me kompani që do intimidoj njerëz, do vej njerëz në lëvizje dhe pranaj u mbaj. Dhe ky po të kishte dhënë dorëheqjen nga kryetar bashki, do ta kishte më të lehtë edhe për masën e sigurisë, mund të kalohesh edhe mas sigurie, arrest shtëpie, nuk ishte ndonjë gjë. Nuk do ishte mbruk, do ishte arrest shtëpie, se do ishte qytetar i lirë, domethënë qytetar i lirë në kuptimin e pushtetit, ëh. Pra nuk do të kishte më pushtet, do ishte thjesht i qytetar, mund ditë edhe në arrest shtëpie. Mi po, kokëforcia e tij, nuk ja mori mendja, mendoi se Rama do ta ndihmonte, do ta bënte. Mi po, harroi që Rama shet edhe Kristalin e shet, jo mo Erionin. Ai shet gjithë, ai shet të vllanë, çdo njeri shet ai. Por pushtet ai do shesi çdo njeri, sepse urdhri i Kapalit ky ka qenë. Në çdo kusht, në çdo formë, në çdo moment ti duhet të rish kryeministri i atij vendi. Dhe unë jo pa qëllim e përmend këtë disa herë që ai ka marrë urdhër të tillë dhe ky urdhër që ka marrë ai ka bërë që ai do bëj çdo lloj lëvizje dhe çdo lloj gjëje. Jo pa qëllim Rama doli edhe tha që Tiranën e duhet të fituar me një vot plebiscitare. Dhe unë pranoj ngul këmbë tek ajo që dali Berisha vetë ta marri kandidimin e Tiranës. Pra, nëse do që ta sulmoj Ramën. Dhe Rama gjithë këto e bën për të ngërritur kredit e tija politike në Shqipëri, gjithmonë për të rritur kredit e tyre politike në Shqipëri dhe për të çuar sinjalin Amerikës si mua më duan shqiptarët, unë jam ai që jam më i mirë, unë jam ai që mund drejtoj, vetëm unë drejtoj këtë vend, njërin tjetër, pavarësisht ka raportet të thash. Pra ne edhe këta nuk pranojnë
nuk pranojnë. Politika shqiptare pranoi dhe nuk pranon ta qyrë Ramën mafia shtet. Pikërisht për këtë punë. Se nëse opozita në tërësinë e saj do ta delegonte Ramën si mafia shtet, edhe ndërkombëtarët do ta kishin më ndryshe qasin ndaj Ramës. Do ishim, si më thonë, do jepesh edhe një dorë, ndihme, më thonë za ndërkombëtarëve për të kuptuar se kush është Edi Rama. Mirë po, me sa duket këta nuk duan, e kanë vetëm me propagandë. Hajde të bëjmë me sezon. Një 2 llafe sot po themi për Ramën, pastaj bëjmë pushim, pastaj mas një jave, para se dalë një skandal tjetër, bëjmë këtë dhe kur del skandali fshihet kjo. Pra gjërat komanduara, gjëra me marrëveshje. Unë pranoj se këta nuk janë politikanë, këta janë pazargjit politike që bëjnë pazare. Ti do marrësh të, unë do marrë këtë, unë do them këtë, ti do thush atë, dhe ka që gjë deri këtu shkojmë, nuk kemi më tepër. Kur thoni se Erion Velia i ka folur në SPAK, kjo do të thotë se ka nxjerrë të gjitha aferat korruptive që ka zhvilluar së bashku me kryeministrin Edi Rama? Jo, ai nuk ka nxjerrë të gjitha, realisht. Realisht, sipas informacionit nuk i ka nxjerrë, po ka nxjerrë disa gjëra kyçe të cilat e implikojnë Ramën. Dashje pa dashje implikojnë Ramën drejt për drejt. Nëse ka fol për Belinda Ballukun, patjetër që ka fol edhe për Ramën, se mos harroni se edhe Belinda Balluku ka dosjen gati në SPAK dhe SPAK-u nuk po vepron, është dosje mbyllur. Belinda Balluku është dosje mbyllur. Sepse Belinda Balluku kur doli nga SPAK-u ka shku direkt dhe ka marrë avokat. Në momentin që ti kërko avokat, do të thotë se ti je në gjendje kritike, je në prag të arrestit. Dhe Belinda Balluku ka marrë avokat. Erion Velia ka fol, sepse nesër do dalin edhe se nga dolën informacionet për Erion Velin. Dhe që gjithë nga Belinda Balluku ka dalë. Dhe ai duke fol për Belinda Balluku ka fol edhe për Ramën. Është taksative. Se këta janë të ndërlidhur njëri me tjetrin, nda nuk i kanë bërë veprimet vetëm. Dhe duke qenë brenda kësaj vorbulle, këta ja din njëri tjetër. Se si është e mundme që dilshin te Erion Velis në për televizion, në për deklarata shtypje, për ti të njëri, për ti të tjetër, nga i nxjerrin dokumenta origjinale, nga i nxorre. Përveç Belinda Ballukut asnjë tjetër. Se ai që është aty mbrenda ke bashkia nuk t'i jep ai. Se digjet vet. Pse ndodhi ajo sa Erioni godjeti Belindën që hoqi ata 2 drejtorë, çka kishte Belinda. Dhe mas asaj doli grupi 5D, tjetri. Sa shpejt dolin. Kush është ky Nesti Angonia? Që se ka bërë prap Nesti Angonia ka çu në SPAK. Dosje. Pam. Si është e mundme ky? Si çeka kjo? Kush çeka ky? Po ky Nesti Angonia është përballë me Velian? Patjetër. Patjetër është përplas. Se ka kërkuar ballafaqim. Se ka kodi, do ballafaqohesh. Nuk ngesh anonim. Se kur vjen puna çdo njeri do mbroj vetën. Kështu që ai Nesti Angonin mos sot nesër do ndali. Si çoka prap Nesti Angoni dosjen SPAK. Cilën dosje ka dërguar? I pari. Pra, Erioni ka fol. Unë besoj se ka fol sepse ka njoftë edhe Nesti Angonin se kush është. Mos i anashkalojmë gjëra. Dhe për mua ai, jo për mua, po informacioni është që ka fol. Tash sa është masa, nuk e di. Nuk e di masën sa është. Por për të fol ka fol, se ai i dërgoi kodin Ramës. Dhe ai mendoi se Rama do ta ndihmonte. Rama nuk e ndihmoi, kaq. E thjesht, në momentin që ndihmon ai do mbroj veten e vet. Veten e vet mendojnë se duke folë, duke bë. Ai po të ishte tregu më furbo të themi, ai do të kishte dalë direkt penditoj i bashkëpunëtori i drejtësisë, qysh në ditën e parë, edhe
kishte shpëtu ai sa mund të shpëtotit e vetja. Sot ai është i detyruar të flasë, nuk është puna se Erioni po flet kundër Ramës, por faktet e çojnë në atë pikë që ky është i detyruar të shpjegohet aty. Dhe kur shpjegohet do nxjerrësh emra pastaj. Dhe automatikisht kur ka nxjerrë emra për të dashur për të shpëtuar pjesën e tij, ka folur dhe ka nxjerrë emra. Dhe një nga emrat është Rama dhe Balluk. Janë dy emrat më të përfolur të Erion Velis. Kështu që Erion Velia politikisht ka hikur. Ai tashmë e di këtë që ka ikur. Ai kërkon që dënohet, mendon se do gjyqi do bëhet shpejt dhe ai do mundohet dënohet se kështu e kanë këta. Duhet të japin vetes atributin e të burgosurit politik, por nuk ka të burgosur politik kur ti akuzohesh për vjedhje. I burgosur politik kur ti krye një veprimtari politike. Po jo kur dënohesh për vjedhje. Këta janë gjithë për vjedhje, burgos politik. Çfarë burgosi politik është Erion Velia? Ka të burgos politik kur ti ke akuz vjedhje. S'ka. Nuk mund thot, më bën çudi domethënë që edhe mediat e pranojnë i burgos politik. Si ka i burgos politik? Jo më tha. Ti ke një akuz për vjedhje. Vërtetoj që s'ke vjedh. Në momentin që vërteton ti që s'ke vjedh, ti merr kredit e tuaja. Kthehesh në politikë ku dush. Po nëse ti akuzohesh për vjedhje, për shpërdorim detyre, më the thash, ku qëndron politika këtu? Po këta duke u mësuar që gjërat i kanë pazare, edhe i lëshojnë llafet si mas qefi. Thashun, e lëshojnë llafet se thotë ne jemi partia e qendrës djathtë. Ku ka djathtë qendër? Ku? Në ç'vend? E gjithë mediat e morin dhe thonë partia e qendrës djathtë. E djathta. Krau djathtë. Ku ka krah djathtë? Qendra dhe edhe majta ekstreme. Kaq. Nga qendra ke majta ekstreme. Kaq është politika shqiptare. E djathta konservatore nuk njihen, pjesa tjetër, krau tjetër nuk njihet fare. Dhe Erion Velia nuk mundet sot të dali pa fajshëm. Se duhet dali pa fajshëm Erion Velia që të kthehet në politikë. Erion Velia do vazhdoj me klanin e vetë, me influencët e vetë, më the thash, po patjetër. Po jashtë, jo vetë brenda. Zoti Merkoçi, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.